higjena e dobët e gojës është edhe një domethënëse dhe një shëndetit të dobët të pacientit. Rreziku për të pasur një smundje kardiovaskulare është 3 herë më i lartë në personat që kanë paradontozë. Kontrolli rutin rekomandohet 2 herë në vit. Çdo herë që ne marrim një antibiotik, sikur edhe për një ftohje të lehtë, pa rekomandim mjeku, dëmtojmë edhe florën tonë bakteriale të gojës, të zorrëve dhe bëjmë një dëm që ne nuk e rikuperojmë shpesh dot. Patjetër, osteoporoza ndikon si në kockat e trupit edhe në pjesën mbajtëse të dhëmbëve. Pacientët që kanë mungesë dhëmbësh sot kanë edhe faktorë psikologjik që i ndikojnë shumë. Shpesh pacientët nuk deklarojnë smundjet e tyre kronike që kanë edhe të zemrës. Zbardhimi me lazer është certifikuar që dëmton strukturën e dhëmbit. Në fushën e ortodoncisë trendet janë maskerina. Nëse një pacient është vetëm 15 vjeç dhe vjen dhe i thotë i kam dhëmbët e shtrembërta dhe dua të bëj faseta, absolutisht unë nuk ja bëj. Gabimet më të shpeshta të pacientëve dhe jo vetëm fëmijëve, por edhe të rriturve, absolutisht që është mungesa e higjienës dhe mungesa e përgjegjësisë. Ka shumë